إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderim takon Allahut subhanahu wa taala. Prej tij ndihmë kërkojmë, vetëm të kaj mbështetemi dhe vetëm prej Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi ta devijojë. Dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë pas tij. Salat e selamet për shëndetet tona më të përzemërta ja dedikojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mimbar besimtarët të cilët e pasojnë në rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun të jemi dhe ne prej tyre. Të nderuar vëllezër xhamatli, sot do të flasim me juve në këtë hutbë rreth përgëzimeve të besimtarit në dynja, edhe në jetën e varrit e që quhet berzah, dhe në botën tjetër, në ahiret. Allahu Azza wa Jall besimtarin e ka përgëzuar për punët e mira që i bën, për besimin që e ka, besimin e pastër që e ka. Allahu Azza wa Jall mundin e besimtarët dhe besimtares nuk ja humb, që shka thënë Allahu Azza wa Jall në Kur'an, për besimtarët dhe besimtarët të cilët falin namaz, dhe janë të agjerueshëm dhe e kryejnë zakatin apo sadakan dhe janë të nënshtruar ndaj urdhnave të Allahut Azza wa Jall, e kështu të meradh deri në fund të ajetit Allahu Azza wa Jall i përgëzon ata me faljen e Allahut Azza wa Jall. I përgëzon Allahu besimtarët me largimin e brengave. I përgëzon Allahu Azza wa Jall besimtarët dhe besimtarët me shpërblime të mëdha. I përgëzon Allahu Azza wa Jall me xhennet. I përgëzon Allahu Azza wa Jall me kënaqësinë që zbret në zemrat e tyre. Andaj vëllezër të dashur, ne fillimisht e lutim Allahun që të jemi ne prej atyre besimtarëve që i përgëzon Allahu Azza wa Jall me punët e mira që i bëjnë. Të jemi nga ata besimtar që të ti mëshiron Allahu subhanahu wa taala, të ti kaploj mëshira Allahu Azza wa Jall dynjën e ahiret. E të jemi prej atyre besimtarëve që kënaqësia Allahu Azza wa Jall të jetë mbi ne. Vëllezër të dashur besimtar, thot Allahu Azza wa Jall: "Walladhina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir ibad." Ata robë të cilët janë larguar nga adhurimi i idhujve. Çdo adhurim tjetër posa Allahut Azza wa Jall është idhull dhe e kemi të ndaluar që të adhurojmë. Qofshin putna, qofshin vare, qofshin njerëz të gjallë, qofshin të vdekur, të gjitha këto janë të refuzuara. Adhurimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, krijuesit të botëve. Ata të cilët janë larguar nga adhurimi i idhujve dhe janë kthyer vetëm tek adhurimi Allahut subhanahu wa taala, atyre do t'i takoj gëzimi i madh, shpëtimi prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala dhe fitimi i xhennetit. Dhe Allahu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Përgëzoj që ata robët e mi, përgëzoj se çka do t'i pret çfarë mirësi tek Allahu subhanahu wa taala." Dashur vëllezër, prej përgëzimeve që i përfiton një besimtar këtu në dynja, është që ky besimtar bëhet i dashur përderisa është i përkushtuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala në kryerjen e obligimeve të Allahut Azza wa Jall. Allahu do ta bëjë të dashur tek njerëzit. Dhe po ashtu do të zbret tek ai rahati dhe qetësi në zemrën e tij. Dhe po ashtu Allahu Azza wa Jall do ta mëshirojë dhe ai do të ketë edhe përgëzime nga ëndrat. Do të ketë përgëzime në ëndër apo në ëndrat e tjerëve që shohin për atë njeri.
Dhe për gjitha këto kemi argumenten nga Kurani dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu azza wa jall: Innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ata të cilët kanë besuar dhe kanë vepruar vepra të mira, pra janë larguar prej haramit, kanë vepruar vetëm vepra të mira, Allahu azza wa jall do t'i bëjë ata të dashur. Komentatorët e Kuranit kur i kanë shpjeguar këtë, kanë thënë, pra ata do të jenë të dashur tek Allahu, pra do të jenë të dashur tek Allahu, do t'i dojë Allahu dhe ata do ta dojnë Allahun. Dhe si të tillë, Allahu subhanahu wa taala do t'i bëjë ata të dashur tek krijesat e tij. Gjë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ku e shpjegon këtë, thot Allahu kur ta don një rob, i thret banorët e qiellit, melekët, dhe thot, o ju banorët e qiellit, unë po e dua filanin në tokë, robin tim, duajin edhe ju. Dhe dojnë banorët e qiellit. Kur ta dojnë banorët e qiellit, pra e dojnë Gjibrili së pari, e dojnë melekët tjerë, edhe pastaj thot, i shtrohet prania në tokë. I shtrohet prania në tokë, pra fjala e tij do të jetë e pranuar. Lutjet e tij do të jenë të pranuara tek Allahu subhanahu wa taala. Do të jetë i dashur tek njerëzit. Tjetra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ta shihni një njeri që ka vepruar vepra të mira dhe të tjerët e falenderojnë atë njeri për atë punë të mirë, janë falenderues, thot kjo është përgëzimi në dynja që Allahu azza wa jall këtë njeri ka bërë të pranuar dhe tek Allahu subhanahu wa taala të dashur. Dhe kundërta, nëse e shihni një njeri i cili ka vepruar vepra të këqija dhe njerëzit flasin keq për atë njeri, dhe ky është pra përgëzim për të keqe se ky u paska drejtuar për nxjarr, Allahu na ruajt. Dhe këtë na vërteton Omeri radhiyallahu anhu me një hadith ku e përmend, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë dhe disa shokët e tij me një vend duke ndajtur në rrugë, ka kaluar një xhenaze. Dhe njerëzit kanë folur mirë për atë person. Pejgamberi sa ka thënë, ju është obligu. Dhe më pas kaloi një xhenaze tjetër dhe njerëzit flitën keq për këtë njeri. Dhe pejgamberi sa më tha, ju është obligu. Dhe pyetën sahabët, ja Resulullah, dy xhenaze kaluan, për njërin folën mirë, për tjetrin folën keq, ti thaje, ju është obligu. Çka janë obligu për këta? Tha, për të parin që e lavdëruat, tha, ju është obliguar xheneti. E për të dytin që e kritikuat dhe shajtet, ju është obliguar zjarri i xhenemit. Ju jeni dëshmitar të Allahut azza wa jall në tokë. Andaj, timi nga ata vëllezër të dashur që flasin njerëzit neve për ne, domethënë për të mirë. E nuk na shajnë, sepse njerëzit gjykojnë sipas veprave. Nëse veprojmë vepra të mira, jemi të përkushtuar ndaj Allahut, jemi të përkushtuar ndaj njerëzve. Padyshim që do të flasin mirë, po flasin për besimtarët, nuk po flasin për jo besimtarët. Se dihet që prej jo besimtarëve edhe prej munafikëve çka pritet prej atyre. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim, thot nuk ka mbetur në dynja nga shpallja, nga wahyi, përpose ëndrës që sheh një besimtar, edhe ëndra është përgëzim. Sheh besimtari për vetveten e tij, apo dikush sheh për atë besimtar. Nëse dikush e sheh dikë duke vepruar vepra të mira në dynja, apo duke ky njeri duke se është në xhennet, apo me pejgamber të Allahut azza wa jall, e kështu pra, ëndra të mira për dikë, dhe ky është përgëzim për besimtarin, sepse ai besimtar inshallah është në rrugë të drejtë. Këto ishin shkurt të vëllezër sa e përket përgëzimeve të besimtarit në dynja. Dhe po ashtu ndodh edhe një përgëzim, edhe kjo po ashtu quhet domethënë e dynjas, dhe është në momentin e daljes nga kjo botë, para se më u varros.
Tek ata thot Allahu subhanahu wa taala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ata të cilët, pa ata besimtar të cilët kanë thënë Zoti ynë është Allahu, dhe më pas kanë qenë stabil në fenë Allahu subhanahu wa taala. Thot Omeri radhiyallahu anhu, pra kanë thënë Zoti ynë është Allahu, dhe nuk kanë shku në djathta se në majta sikur se që shkon dhel pra kanë qenë stabil në fenë Allahu subhanahu wa taala. Çka ndodh me ta para momentit të vdekjes? I vinë melekët përpara me fizionomi të bukur të mirë dhe i thënë mos keni frikë, mos u shqetësoni, mos u dëshpëroni. Mos keni frikë, dietarët kanë thënë, mos keni frikë nga jo çka do të vjen tash e mas, nga vështirësitë e ditës së Kiametit. Ju mos keni frikë. Dhe i qetësojnë, mos u dëshpëroni. Mos u dëshpëroni për këtë çështje çka ju ka ikur nga dynjaja, nga familja, nga pasuria, ka të mirat e dynjas, nga fëmijët, se ne do t'ju kompenzojmë juve këto gjëra në ahiret. Ne ishim ndihmësit e juaj, miqtë e juaj në dynja, dhe ne do t'jemi me juve në ahiret, mos keni det. Këta melek i ka dërguar Allahu azza wa jall tek besimtarët. Dhe vazhdon me i dërguar deri në ditën e Kiametit, kështu ndodh me besimtarët në momentin e vdekjes. Ku i qetëson këta melek? Vëllezër të nderuar, po ashtu janë edhe disa përgëzime që ndodhin në jetën e berzahut apo në jetën e varrit. Prej besimeve të besimtarëve të ahle sunetit është që besojnë në jetën e varrit, që kanë ardhur argumente në Kur'an dhe në sunet të pejgamberit e selam, dhe besojnë në ahiret. Këto janë prej kushteve të besimit. Me besu gajbin të msheftën. Në momentin që mbolohet njeriu me dhe, tek besimtari e afrohet një melek me fytyrë të mirë, dy melek vinë me fytyrë të mirë, të veshur, bukur, dhe e pyesin 3 pyetje. Kush është Zoti yt? Kë e ka adhuruar? Kë e ke pas për Zot? Dynjan, paran, gurin, të vdekurin, apo besimtarët thotë Allahun e kam pas për Zot? E kush ishte libri yt? Cili ishte libri yt? Thot libri im ishte Kurani. Po kush ishte i dërguari yt? Thot ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ku i ke lexuar këto? Thot i kam lexuar në librin e Allahut azza wa jall. Dhe ati i parashtrohet vendi në xhennet se ku do të shkoj. Dhe i vjen më pas një person tjetër me fizionomi të bukur, me tesha të bukura, dhe i thot atij, kjo është dita jote, për cilin je premtuar nga Allahu subhanahu wa taala si besimtar që do të fitosh. Kënaqu me këtë çka je tash ti këtu, derisa të hysh në xhennetin e Allahut azza wa jall. Dhe ky e pyet thot, e kush je ti? Që je me kaq fytyrë të bukur, e që zakonisht vjen me ndonjë përgëzim. Ky njeri që e ka këtë fizionomi vjen me lajme të mira. Thot, unë jam vepra e mirë e jote. Punët e mira që i ke bë, Allahu azza wa jall do t'i formozoj ata në një person të bukur në ditën e Kiametit që do ta përgëzoj besimtarin. Elusim Allahun azza wa jall na përgëzoj edhe neve me lajme të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salat dhe selamet qoshin pejgamberin ton Muhammedin alaihi salatu wa salam. Vëllezër të dashur besimtar, ka mbetur edhe
pjesa e fundit, ajo është përgëzimi i besimtarit në ditën e gjykimit. Përgëzimi i besimtarit në ditën e gjykimit do tjetë një përgëzim ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, Allahu do t'i siguroj ata nga tronditja e madhe. Allahu do t'i siguroj besimtarët nga tronditja e madhe, pra nga tronditja e ditës së Kiametit. Kur Israfili do t'i frynë zurit për fillimin e ditës së Kiametit, Allahu azza wa jall besimtar do t'i siguroj, do t'i rahatoj, do t'i qetësoj nga kjo tronditje e madhe. Edhe kanë thënë dietarët, përderisa Allahu azza wa jall do t'i qetësoj pra besimtarët nga tronditja e madhe, pas kësaj gjëra tjera që do t'jenë në më dhe të vështërësit, do t'jenë shumë më të leta për besimtarën me i kalu. E kundërta me pa besimtarin. Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i qetësoj besimtarët, do t'i qetësoj nga vështërësit e ditës së Kiametit, do t'i siguroj besimtarët nga kalimi mbi urën e siratit. Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i shpëtoj besimtarët dhe do t'i largoj nga dëgjimi i zërit të trishtueshëm të banorëve të zjarrit. Allahu subhanahu wa ta'ala gjitha këto detaje i ka përmendur në shumë ajete të Kur'anit dhe po ashtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu azza wa jall, innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Kujt na i kemi dhënë të mira, pa të mirat në dynja në ahiret në xhennet, ata do t'jenë sa më larg prej zjarrit të xhehenemit. As nuk të dëgjojnë vuajtjet e banorëve të zjarrit që janë duke vuajtur aty. Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i shpëtoj besimtarët me mëshirën e tij. Allahu do t'i qetësoj besimtarët, do t'i përgëzoj besimtarët përmes melekëve, ku melekët do t'i fusin besimtarët në xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala me fjalën selamun aleikum tibtum. Selamun aleikum, hajde urnoni, lum për juve që e fituat këtë mirësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe shpëtuat nga vështirësitë e ditës së Kiametit dhe shpëtuat nga zjarri i xhehenemit. Vëllezër të dashur, dynjaja kalon shumë shpejt. E kënaqësia më e madhe është kur njeriu e përfundon këtë dynja duke praktikuar fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dynjaja kalon më shpejt se sa ne që mendojmë dhe që planifikojmë. Andaj, në ditën e Kiametit, banorëve në xhennet Allahu subhanahu wa ta'ala i thot, apo ju mungon edhe do një gjë tjetër, apo keni nevojë dhe diçka më shumë? Thënë, jo më o Zot, ti na dhaje neve mirësi të shumta që neve mendje nuk në ka shku. Dhe as këtë tjetër për robëve tu nuk ke dhënë këto mirësi sikur se neve që ka na i dha. A nuk po doni që t'jem edhe unë i kënaqur për ju me ju, dhe kur më mos ta ngriti ba këtë kënaqësi, thënë po o Zot, dhe kjo është kënaqësia më e madhe, dhe po ashtu me një argument tjetër, thot Allahu azza wa jall, a t'ju jap edhe një të mirë, thënë çka më o Zot më të mira, çka kemi kërkuar dhe çka nuk kërkuam në dhaje. A nuk po doni me ma pa fytyrën time, thënë po o Zot. Dhe kjo vetëm ka mbet kjo kënaqësi, dhe në momentin që Allahu azza wa jalla largon perden që ka pas mes tij dhe mes besimtarëve në xhennet, mbesin besimtarët të habitur mas bukurisë së Allahut subhanahu wa taala, gjë që kjo bukuri i bën mi harru gjitha kënaqësitë e xhennetit. Allah na bof të banorëve të xhennetit ya Rabbi. Allah na bof të mundshme ta shohim fytyrën e Allahut subhanahu wa taala në xhenetin Firdaus. E të jemi bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me sahabët dhe me njerëzit e mirë dhe me dëshmorët. E lutim Allahun azza wa jall të ndihmojë muslimanëve kudo që janë nëpër botë. E lutim Allahun azza wa jall të shërojë të sëmurit e muslimanëve, të lajë borxhet e muslimanëve. E lutim Allahun subhanahu wa taala të mëshirojë të vdekurit e muslimanëve. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر
wallahu ya'lamu ma tasna'un.